Atëherë nesër luani me Flamurtarin, si e prisin ndeshjen? Nesër një ndeshje fort kundër Flamurtari, ata luaja shumë fort në shtëpi, një atmosferë bukur, edhe do presim një ndeshje shumë e fort. Patjetër ne jemi gati për luftë, edhe pastaj do shohim si do dalim, do fitoj kush është më mirë, si gjithmonë. Ata kanë mundur vllaznin javën e parë. Drejt ky fakt? Jo, por patjetër kemi shumë respekt për Flamurtarin, sepse java kaluar tregoi prap kampionati shqiptar ishte shumë e fortë edhe nuk kishte shumë diferenca midis skuadras. Ata fitoi kundër vllazni, luaj shumë e mirë, edhe neve e di pikat forte dhe pikat dobët nga Flamurtari. Domethënë, edhe një herë, ne jemi gati, nesër do luftojmë në fushë edhe do provojmë do bëjmë një rezultat pozitiv për ne. Gjatë 3 fazave të para shpërndajnë një ekip konstant i Elbasanit. Prisim edhe fazën e 4, fazën unitare. Patjetër, neve do provojmë do bëjmë gjithë edhe në faza 4, sepse faza 1, faza 2 dhe faza 3 ishim shumë e mirë me pikat, me vazhdimsi. Tani kemi faza 4 edhe neve do provojmë prap gjitha në fushë do kapim pikat maksimale dhe do vazhdojmë me rezultati pozitiv. Çfarë note do t'i vijë skuadrat për këto 3 faza? Tani të them drejt nuk dua do flasin shumë sepse do është kur marrojnë kampionati, kur marrojnë faza 4, kampionati, kupa, gjithat, pastaj do është mund të them për notë, për nota, më falë. Tani me mirë dorim prap përqenduar, qetë, me kemë në tokë, edhe pastaj edhe njerë mund do flasin gjithë bashkë, ne jemi mirë apo jo.